Dhe pikërisht e ditë para mbajtjes së seancës fundit, që vinte afati, ja Vjosa realizon një takim me zotin Kurti, ja komunikon këtë gjë, dhe po them këtë kam unë 10 mesazhe të komunikuar me deputet shumë të rëndësishëm të vendosis, ku në mesazhe do them, shiko, kemi qenë zakonisht të hapur, gati u thonim, shiko, edhe këta janë, si sigur po diskuton me diktë që ke njëjtën kavë, dhe Kurti shkoi thotë ti nuk do të jesh presidentja e im. Se ka thënë, okej, po mund ma kisha thënë para 2 muajsh të historikët, nuk më fuse në këtë. Por për më tepër i ka thënë, kë ke në plan të propozosh, të vësh, dhe Albin Kurti ka thënë, kë do përpos teje. Pra, do duhet them që përveç se mos korrektesës për të ndarë rrugës si një normal, se të mund mbaron dhe mandati, thoshte, deri këtu mbriti bashkëpunimi jon, t'jap dorë, nuk jem më preferuara, s'dua ta vazhdoj me këtë aleancë politike, ti nuk të në rrugtim do të ishte kretë ndershme, kretë në drejtën e vet. Por të futesh 2 muaj, të luash 2 muaj, të sigurosh votat, dhe pastaj më e shëmtuar e ditëve ishte ai procesi në sallë. U bënte sikur nuk e dinte që 22 vota të ishin në sallë. Thoshte LDK-s, mi sill firmat, ja çon dhe firmat. Po jo vëra këtë datën, jo mos e bë këtë datën. Po ky po ai, pra gjitha kjo ishte totalisht pjesa që mua më ka, unë kam pas mbështetur, unë jam të janë njerëzit që kanë mbështetur Albin, kam pas edhe pse ishim shumë të ndryshëm nga plani politik. Po thosha këto lëvizjet e forta, raport me Serbin mua më pëlqenin. Se kam kursyer mbështetjen dhe aprovimin kur më zhduket e drejtë. Por kjo ngjarje që pash, kjo mungesa e kurajos, për të thënë gjëra trosh përballë, tu mbyllet bashkëpunimi jon, për këtë arsye drejta jote është absolutisht. Jo vetëm që nuk e bëri, jo vetëm që angazhoi gjithë neve në një proces, por dhe në fund, gjithë loja ishte ku t'ja linde fajin për mungesën e vullnetit vet. Jo e ka LDK-ja, jo e ka PDK-ja, no absolutisht e pa vërtetë ishte kjo histori. Dhe LDK-ja provoi që ia dha mbështetjen dhe sot i ka hapur dy Vjosa Osmani, por dhe Aleanca e Ramush Haradinaj, por dhe deputet individualisht nga PDK-ja.